Sot do të tregojmë si të kaloni materialet tuaj nga një Samsung në një iPhone. Që të kaloni pa problem në cilin telefon të doni. Si fillim, do të shkojmë te Play Store tek Samsungu dhe të shkarkojmë Move to iOS. Pas sa kemi shkarkuar, e hapim. Vazhdojmë këtë procedurë, të japim magri, vazhdojmë. Tani, këtu kemi mbaruar, do na duhet një kod që përdoret vetëm një herë. Do shkojmë tek iPhone-i, si është në gjendje fabrike, do bëjmë konfigurimin e iPhone-it. Pas të kemi shkuar tu, e lidhim me wirelessin që është lidhje Samsungu, pas të kemi vazhduar me konfigurimin e iPhone-it, do na dali kjo Transfer your data and apps. Tani ne do shkojmë from Android. Japim continue. Këtë kodin tani e vendosim tek Samsungu. 1 5 7 9 3 7. Do konektohen. Tani, zgjedhim te Samsung çfarë duam të kalojmë, mesazhe, kontakte, japim allow normale, që japim mesazheve çdo gjë. Vetëm aplikacionet nuk kalojmë pasi kanë sisteme të ndryshme operative, i jep continue. Tani duhet pjesë e kalimit, të marrë kohën dhe gjithçka. Japim continue dhe ja ku ishte. Mund të kaloni nga një Samsung në një iPhone pa problem.